Sa herë ke thënë që nuk do përdorësh më? Mund gënjesh familjen, mund gënjesh prindrit, fëmijët, mund gënjesh shoqërinë, mund gënjesh kolegët, por nuk mundet gënjesh veten, sepse sa herë që thua do ri pastër dhe nuk do përdorësh më, dhe vazhdon përdor, është një goditje që i jep vetes tënde. Është një goditje që i jep vetbesimit tënd dhe dëmi më i madh që i krijon vetes është kur nuk mban premtimet që i ka dhënë. Mirë po është mirë që të kuptosh që pse nuk i mban këto premtimet me veten tënde. Jo se je i keq, jo se do të dëmtosh veten tënde, po ka disa arsye që të shtyn për të përdorur. Ka disa arsye që të shtyn për të dëmtuar veten tënde dhe gjërat më të rëndësishme që ke. Dhe është mirë që të ndalosh, të reflektosh dhe të kuptosh cilat janë këto arsye, nga se vinë dhe cilat janë përgjegjësitë tua, nëse janë përgjegjësitë tua apo janë përgjegjësitë të njerëzve të tjerë. Dhe të ndalosh, të reflektosh dhe të marrësh jetën tënde në dorë duke ndëtur i pastër. Kujdesu për veten.